në vesh për nesër. Sepse kjo që më ka tepruar, dhe me ardhur nesër, kam një recetë të veçantë. Direkt në moment. Po e përfytyrojmë këtë kremin të përzier me bravo, edhe bëni topa, topsa të vegjël të përziera. 5 minutësh. Se e lë për nesër. Kemi, më jep një të tillë vepshë shpejt. Tani duhet të marr këtë këtu. Gocat në aksion. Shpejt Androniki. Me shije natyrale, light dhe opa, një të hapur. Direkt. Pako. Unë do të largoj pak. Mirë, të gjitha shijet në shtëpi, edhe për ata që janë intolerant ndaj produkteve të bulmetit, Arla ka menduar duke sjell formën lacto-free me kremdjathi të freskët, duke i larguar laktozën dhe duke sjell në formën më të mirë të mundshme. Një mas të tillë. 5 sallata me bullkur, ja një recetë që vjen kështu si formë kreative në kuzhinë. Kjo mas, shtojni galet. Ose shtojni bulgurin e imët të pakaluar në lëreni në të mas në frigorifer. Aty forcohet. Unë do shtoj djathin. Djathi i Arlës është një familje. Djathi, kremi. Duke lërë në frigorifer, normalisht ne kemi edhe ngurësimin dhe mund të kryojmë topat, gjë që është akoma e butë, një sekund. Është ngrohtë ende bullguri. Me jep një pjatë të lutem. Patjetër. Topsa të vegjël dhe i kemi si shoqëruese aty të recetave të ndryshme. Të më kapi dora me këto lulet. Shifeni? Edhe kështu si që janë topsat mund të qëndrojnë në frigorifer. Patjetër në frigorifer, Ja që na bën Arla si krem për të sajuar, krijuar receta të reja. I shtuar sipër farakia. Farakia, duke i shtuar unë përthith. Lagështin e masës. Po, dhe kemi topsa të duhura. Prandaj them unë, puna e kuzhinës është profesion, nuk është vetëm pasion. Topsa me bollgur, kremdjathi, domate qep. Pra është një lidhës shumë i mirë të krem. Edhe për hapet shumë kollaj. Mund t'i kapni dhe me lugën akulloreve, Kjo është pjesa më e bukur në një hapësirë kuzhine, kur dalin kështu receta të pa planifikuara më përpara, por që na japi një rezultat dhe një shije të veçantë. Ja pra, edhe topsat me ndihmën e kremit Natural Light, që i krijuam për të provuar dhe testuar një tjetër recetë, një tjetër shije me bullgurin me sallatën. Të lumshin duart. Faleminderit. Ne nuk e lamë për nesër se nuk na durohesh atë parë. S'ka, unë jam tetanike, goca është tetanike. Ikim tani. Gjatë mëshia që bëhet, goca. Tani, ne do të shkëputemi nga kuzhina për të ritakuar nesër në po të njëjtën orë me anvisat. Faleminderit lumshin duart. Unë jam këtu për tërfilin, patjetër. Për tërfilin do të flasim më pas të sallonin ton të bisedave.